Profesori, faleminderit që keni ardhur. Doja shkurt të pyesja për përshtypjet e juaja për fshilit edhe gratë në diasporën shqiptare. Jam shumë e lumtur që jam këtu. Gjithashtu jam shumë e lumtur që kemi arritë të sillim edhe gra nga Kosova, se kjo është në fakt edhe qëllimi edhe esenca e këtij bashkëpunimi që nuk ka të bëjë më vetëm me prezencën tonë si politikëbërës nga Kosova për diasporën, por edhe forcimin e bashkëpunimit dhe partneritetit të bizneseve, në veçanti të grave, me biznese tjera këtu në Zvicër. Përvoja dhe përshtypja ime, në fakt, sot është shumë pozitive. Duket mirë, ndjej energjinë, ndjej vullnetin dhe gjithat pozitivitet të grave në biznes. Duket se kur e kalojnë atë pjesën e vështirësisë për marrë vendim apo jo me qenë biznes, kjo pjesa tjetër mandej kur prezentohet, po shihet që është duke u bërë me shumë dashni edhe përkushtim. Prandaj nuk mundem se si të mos jo vetëm i mbështes, po edhe inkurajoj gra tjera e vajza që ta shohin edhe ndërmarrësinë si pjesë të karrierës së tyre, se me të vërtetë është që potenciali jonë i përgjithshëm siç është një ngritje, veç kur ti kemi të gjithë përfaqësuar barabartë. Patjetër, gjitha trojet shqiptare dhe secila gru mandej i tërheqë edhe gra tjera. A mendoni që jemi mjaftueshëm në pozita udhëheqëse? Ku do qoftë në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni Veriut? Jo, nuk jemi. Çka këshmi mujt me bë me ndrukët? Për gratë, për sferën ku jam unë, sferën publike, jetën politike, mendoj që gratë duhet me marrë më shumë me besim që edhe politika nuk ka fushë veç e burrave, po duhet me qenë prezent. E para e dyta duhet që gratë me i mbështet gratë si puna ime dhe të tjera që tash ma shumë se një dekadë jemi. Mos me qenë shumë gjykuse, po ma shumë inkurajuse edhe mbështetëse për gratë e reja dhe vajzat. E gjithashtu edhe burrat, me gjithë, do me thonë, mi ndërtu këto koalicione në cilë se ka edhe burrat në gjitha sferat që janë mbështetës të rolit të grave në vendimarrje, qofta janë në sektorin privat, në sektorin publik, në shkencë. Prandaj, ndërtimi këtyre koalicioneve është i rëndësishëm e ngritja e përgjithshme e vetdijes shoqërore. E thash, nuk e besoj që jemi mjaftueshëm të përfaqësuara në asnjërin prej sferave. Ekzistojnë disa drejtime që kanë ardhur ma shumë prej specifikave të mëhershme, siç është ai i arsimit ose infermierisë, ku ka ma shumë gra prezente, por që në përgjithësi në vendimarrje ka nevojë ende shumë tepër për prezencë të grave. Në aspekt të qeverisjes apo bëjmë diçka me inkuadru gratë prej kur ato janë vajza të reja në industri apo fusha të cilat nuk janë përfshira sa duhet? Po, tashmë jemi edhe me programe specifike, është programi Super Puna që ka qenë për të rinjët, edhe mbetet për të rinjët, po tash do të prezantohet edhe për gratë, dhe ato edhe pa një limit moshe, do edhe për vajzat e reja, por edhe për gratë që pasi që kryjnë disa prej, si është më shumë për në aspektin tradicional perceptimi që gruaja, domethënë për gjatë fazës së krijimit të familjes përkushtohet më shumë familje, që kur të arrini moshë 35 ose 40 vjet të rikthehet tregu punës, të rikthehet angazhimit në kompani. Edhe kjo është një mekanizëm i drejt për me i përfshi numrin më të madh të grave dhe vajzave. Ju do me thoni ndihmoni të riintegrohen në tregun e punës. Për secilën vajzë ose gru që shiqon për me hyrë në tregun e punës, Qeveria e Republikës shumë shpejt e fillon mekanizme ka plasu, tashmë duhet me u lancu për ekzekutim mekanizmin të cilin secila kompani nëse merr një grua pa marrë parasysh moshën, se superpuna për të rinë ka qenë për moshën 18 deri në 26. Kjo tash vazhdon për gratë dhe vajzat pa marrë parasysh moshës, pa limit moshë, që në secila kompani që punson gra, pagën minimale, pjesën e pagës minimale për 6 muaj në vazhdimësia pagun shteti. Ndërsa mbi atë pagë mund të shtojë kompania vlerë, por që kjo është një incentive drejt për me përfshi gratë. Kjo është një e dyta me sjell, domethënë edhe për me u përfshi në treg punës, se ka shumë që dalin edhe nuk kthehen më në tregun e punës. Ndërsa ministria që drejtoj tash e planifikon formimin e agjencisë që brenda muajit të ardhshëm që divizionin për gra ndërmarrëse, e gjithashtu kemi filluar edhe ndarjen e skemave të veçanta të mjeteve për gratë që të cilat janë në ndërmarrësi. Tash përderisa po flasim është edhe skema aktuale e hapur, për cilën shumën e cilës ne planifikojmë ta rrisim. Faleminderit shumë, unë ju uroj punë të mbarë edhe sukses në gjitha projektet e juaja. Faleminderit shumë edhe juve për mundësinë e kënaqësitë që isha sot këtu. Faleminderit.